Çmimi i ulët i trangullit dhe domates ka ngritur në një protestë mes ditën e djeshme 10 fermerë të bashkive Roskovec e Dimal, teksa kanë hedhur për tokë arka me domate e tranguj. Në rotondën e fshatit Suk 1 në Roskovec, një zëri ka bërë apel shtetit të mos i braktisë. Sipas tyre, kjo situatë ka vënë në vështirësi serioze, pasi çmimi i ulët nuk arrin dot të mbulojë dot as kostot e shpenzimeve të mëdha. Ka vendos kursi avor, nëse është me 800 lekë, 3 javë me 800 lekë, pastaj të shkojnë në 700 lekë ose të shkojnë në 900 lekë, ta marrin domaten pa çmim, pastaj vendosin sa u do që fytyrë. Vetëm marr faturën në mbas një javë, më thotë më nuk ka qenë 700 lekë ditor, ka qenë 400 lekë, thotë. Unë kaq e shita, thotë. Shumë rrallë ndodh që ne marrim çmim ditor. Kam shur domate para 2 ditësh, më tha është tek 800 lekë, tha vil tha sillë domate. Tha çova domate, më tha 700 lekë. Ora çfarë bëhet 700 lekë, tash ndim 800 lekë më. Po jo tha, po desha tha ta bëj 500 lekë. Tha, po çu do bësh 500 lekë tash, nuk tallesh me prodhimin tim? Jo tha, unë kshu e marr, tha, ty po të pëlqeu lërë, tha, po të pëlqeu tha merr, tha. Shikoj, ne kërkojmë mbrojtjen e shtetit. Installatori na 1000 lekë e çon 200 lekë. Ne po digjemi familjarisht serë, me fëmijët. Po punojmë për të dhënë një edukat më të mirë fëmijëve tanë. Tani me 200 lekë ne nuk marrim dot as lekë që kemi hedhur. Se do lar plerat gjitha, punëtori njëra tjetra, ne nuk kemi asnjë lloj interesi të mbjellim me. Edhe i zoti atje lart duhet vinë të shikojnë një herë do. Se këtu bëhen gjitha prodhimet, qumshi, domatja, sallatori, jemi zonë bujqësore këtu, në këtë zonë. E kërkojmë një ndihmë nga shteti. Trangu, domatin e të gjitha me radhë. Na qumshi, specka, të gjitha produktet cilësore që bëhen këtu në zonën tonë. Duam një ndihmë nga shteti. Na shikojnë dhe çik, jo të hedhim po shumë me 200 lekë, ne nuk marrim dot as plerat. 200 lekë të vjetra në kile trangu. Domate 500 lekë, na 1200, 500. Puno kohë të merr një ditë 1200 lekë. Të tjerat pastaj ti merr pa lekë. Në deklaratën për media, një prej organizatorëve të kësaj proteste, Adurim Kocaqi, ka theksuar situatën e vështirë në të cilën ndodhen fermerët, çka po i çon drejt falimentimit. Kundër të tjerash, si zgjidhje të kësaj situate ka cilësuar një tabelë elektronike me çmim javor. Dhe jam fermer i zonës së Roskovecit, i fshatit Suk 2. Jemi këtu në emër të gjithë fermerëve të serave të Roskovecit dhe Dimalit për të ngritur zërin ton, që prej shumë kohësh askush nuk po e dëgjon. Ne jemi njerëzit që punojmë nga mëngjesi deri në darkë, në të ftohtë, në të nxehtë, në baltë dhe në plurë, për të mbajtur gjallë tokën dhe familjet tona, po për fat keq, djersa jon po shkelet çdo ditë. Çdo mëngjes dalim në sera me shpresë që puna jon do të vlerësohet, po kur shkojmë në pikat e grumbullimit, përballemi me padrejtësi të mëdha. Sot na marrin prodhimi me 120 lekë kilogrami, të reja, kurse nesër e ulin pa asnjë paralajmërim në 700 lekë, pas nesër në 400 lekë. Nuk ka asnjë njoftim, asnjë tabel, asnjë standard. Ne punojmë me kosto të larta, me sakrifica, ndërsa të tjerët vendosin çmimin sipas interesit të tyre, kur ne kemi dorëzuar tashmë mundin dhe shpresën tonë. Kërkojmë nga shteti që mos na lënë në mëshirë të fatit. Kërkojmë që të vendoset një rregull, një kontroll, një institucion që monitorojë çmimet dhe të vendosin tabelë të qartë në fillim të çdo jave. Ne nuk kërkojmë favore, por drejtësi. Ashtu siç ndodh në vendet e tjera europiane. Edhe këtu duhet të ketë një standard të ndershëm për prodhimet tona. Ne ndihemi të braktisur, prej vitesh na janë premtuar subvencione, ndihma, mbështetje, por asnjëherë nuk kemi marrë asgjë. Ne jemi lënë të vetëm në një luftë të pabarabartë me tregun dhe me fatin. Na është bërë thirrje që të kthehemi në tokat tona, të punojmë dhe të ndërtojmë jetën tonë këtu. Ne e bëjmë këtë sakrificë. Por sot, po pas gjithë këtij mundi, më na duket sikur kemi bërë një gabim të madh. Në këto kushte shumë prej nesh janë të gatshëm të mbledhin sërish çantat dhe të largohen drejt emigracionit. Në kulmin e indinjatës, fermerët thonë se aktualisht domatja shitet me 70 lekë për kilogram, nga 120 lekë që duhet të ishte çmimi, ndërsa theksojnë se trangulli në këtë periudhë dorëzohet pa çmim pasi vlera është tepër e ulët, vetëm 20 lekë. Këtu duhet vëri dorë shteti sepse ne vërtet po flasim, por ne nuk na ka xhur njëri kaq shkon. Ne jemi të papërfillshëm, po është e papërfillshme se ne kemi 10 vjet se merremi me sera. Kështu që këtu duhet vëri dorë shteti. Shteti nuk i intereson fare se ç'a heqim ne këtu. Vjen vetëm për pjesë votash, këtu duhet ishte edhe kryetari i bashkisë. Vërtet vjen na kërkon vota neve, se kjo nuk po bëhet për politikë. Kjo po bëhet për realitetin. Duhet ishte kryetari i bashkisë këtu Kranesh, që ta krijonte edhe ajo protestën, kishte sjellë ata punonjësit e vet bashkisë atje. Jo të vinë vetëm për vota. Vjen njëherë me realitetin, me sakrificat që ne po kalojmë. Të ne do të na mbrojë shteti. Pra ju i bëni apel shtetit që... Normal që shtetit, kujt i bëj apel? Po normal shtetit. Të kontrollojnë pikat e grumbullimit, të kontrollojnë fermerët, të gjithë. Të ketë një rregull, po tu s'ka asnjë standardi.
punojmë në tymë, i themi. Po normal, po, tu ngele gjithë problemi. Ata ja hedhin topi njëra tjetër që ka fajin Gjeni, Hasani, Hyseni. Këtë është tjetë shteti të regulatori. Ne tani po kthehemi në konflikt me pikat e grumbullimit. Ne këtu është zona jonë shumë zonë punëtore, janë shumë njerëz të nxehtë. Këtu do kthehen në theshata prap, se gjaku tim nuk e hatot asnjëri nga këta. Nuk e le. Jemi hajtë pa mbrojtur, sa ne nuk e dim, s'dim ç'a të bëjmë. Më mirë të ikim gjithë këtu se sa të rrim na domatja që 1200 lekë, vati 600 lekë për një ditë. Shteti nuk do t'ja di fare. Vjen këtu na marrin telefon, ke do votosh soti. Ke do votosh kësë radhe ti. Ja votimi, ja të ashtu votimi. Për ata që mendojnë për votime, ja të kanë votime tuja. Kam 30 vjetë me blektori unë, asi gjë. Atë pushtat. Atë 100.000 lekë për lopë, asi gjë tjetër. Këto ja 3 vjetë po bën që i ka dhënë ai, se vitet e tjera jo. Sipas prodhuesve, kjo është lojë e përsëritur e pikave të grumbullimit dhe këmbgulin që ndërhyrja e Ministrisë së Linjës është jetike, pasi djersa dhe mundi po u shkon dëm. Sipërfaqet e mëdha me sera në këto zona luajnë një rol parësor në ekonominë e fermerëve, por mungesa e vëmendjes nga shteti dhe problemet me të cilat po përballen i kanë demoralizuar së tepërmi.